Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Xhibani shkon në kishën e Laçit dhe merr vendimin e papritur ndaj gjestit dhe produksionit. Pas eliminimit nga shtëpia e famshme, Xhibani ishte një nga mbështetësit më të mëdhenj të gjestit, pavarësisht përplasjeve që kishin brenda shtëpisë. Megjithatë, së fundmi ai ka ndryshuar qëndrim. Në një video të publikuar, Xhibani tregoi se pas një vizite në kishën e Laçit dhe pas bisedave me miq të tij, vendosi të protestojë ndaj incidentit ku gjesti hodhi kryqin e Jozit në pishinë. Ai tha se duke qenë se produksioni nuk mori masa ndaj këtij veprimi, ka vendosur të mos marrë pjesë në finalen e madhe. Xhibani pranoi se ky vendim që do të marrë mund të ndikojë negativisht në karrierën e tij muzikore, për shkak të fuqisë së top media dhe industrisë muzikore dhe shkeljes së kontratës, por theksoi se si një besimtar ai ndjen detyrim moral të ndërmarrë këtë hap të fuqishëm.